e kur të rritet buxheti i Kosovës, po me Partinë Demokratike të Kosovës 50% do të rriten pagat për gjithë punësurit në sektorin publik në Kosovë, edhe për mësues, edhe për arsimtar, edhe për profesor, edhe për polic, edhe për zjarfiks, edhe për personel shëndetësor, edhe për gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës. E kur jem të familjet më meritore për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, familjet e dëshmorëve, invalidet, veteranet, do të rrisëm paga pensionet për familjet e dëshmorëve 50%. Dhe nuk do t'i kufizojmë e morin pensionin e moshës apo e morin pensionin e dëshmorit. Dhe do të morin as pensione so ka dëshmor. Dhe kjo nuk është ekuivalent i asoj që ka dhënë ata për Kosovën. Kjo është një kujdes minimal i shtetit për këto familje që kanë dhënë gjën më të çmueshëm fëmijët e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Do ta bëjmë ligjin, ju premtoj që do ta procedojmë, do ta bëjmë ligjin i cili i mbron vlerat e luftës. Invalidëve, rritje 50%, veteranëve, rritje të pagës dhe lejim pa pengesë që ata të punojnë kudo që gjejnë punë dhe janë të kvalifikuar në sektorin privat. Shëndetësi më të mirë. Listën e bornave esenciale do ta zgjerojmë. Pacientat nuk do të frigohen se do të mbesin pa borna. Ne do t'i modernizojmë spitalet. Ne do t'i fusim në funksion sigurimet shëndetësore. Arsim më cilësor. Pagesat e dinjiteshme për personelin arsimor. Fond veçantë për bursa që treja dhe trit mos ngelin pa përfunduar studimet si mungesë e mjete financiare dhe 30 milion euro do të ndohen vitin e parë për bursa. Qeverit moten me rezultate, jo me zhurma, jo me propagandë,